Të nderuar pranishëm, i nderuar Xhafer Kullaze, familje, të nderuar hoxhallar, të nderuar vëllezër që jeni prezant këtu, i nderuar Fatmir, që po mundohen të klasifiku musafir këtu edhe arrita dhe gjithë kësaj kohë mi mbanë tri kategori. I ki familje, i ki kolegë hoxhallar, edhe i ki gjithë të dashamirë, gjithë të gjemat që kam bindjen pa pretendu se kush është numër 1, po të gjithë i konkurojnë njëri tjetrit në dashurin ndaj teje, në respekt për ty edhe në dashamirësi. Këtë ndaj të cilën na e ke mundësu sonte me u shoqëru edhe me i kalu këtë qaste, inshallah Allahu i madhruar e banë llogarinë e vetë e tuja të mira. Në tonë së bashku, ku që disa parë me pas shpenzu, nuk besoj që këshën mujtë me bo diçka, me improvizu diçka, e cila mundet njerit me i ofru kaq knatësi dhe kaq emocione. Mirë pa jo që e banë madhështim e një neje, një takimi, mendoj se është vetë personaliteti i Koqirit që në këtë rast e kemi hoxhën e Ullanë tonë shumë dashur, Molla Fatmirin, po gjithashtu edhe sinceriteti, dashamirësia, edhe e organizimit dëshirës komë në të buë, po një konsisht edhe dashamirësia e sinceriteti i përgjigjes në ftejtë. Pastaj, të pas parasysh se jemi mbledhur në gëzimin e lindjes së djalit të tretë të Molla Fatmirit, e cilin, po mendoj, e veçanta e këtij fëmije, ky fëmijë ka dy të veçanta për mendimin tim. Njëra është ajo cilën të gjithë po e dinë dhe shumica e përmendëm sonte, hoxha e ka zgjedhur një emër shumë domethënës, Adem Jashar. Jam shumë i bindur që shumë kush prej neve i merr lakmi. Doktor Shëmseti dishton ku kush pionar, po ne dhira Adem Jashara. Megjithatë tash do të më i marr emra të tjerë, doktor, se Adem Jasharin e kanë zonë për zotnia. Po. Ama është një gjatë tjetër e cila mendoj se është interesante. Adem Jashari i vogël, ai tash është i vogël, po ka më boj madh inshallah. Inshallah Allah i jep më të hajrit, edhe e bën të hajrit për familje, edhe për ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ka lind në natën në mes 21 dhe 22 janarit, çdo vit. Nata në ndërmjet 21 dhe 22 janarit është datë simbolike. Fiks 16 vjet më herët para kësaj ka ndodhur një ngjarje e cila Adem Jasharin dhe familjen e madhe Jashari e ka qitë në skenë për ata që deri në atë kohë nuk i kanë ngjoftë. E dini, ka ndodhur sulmi i Syfyrit, sulmi i Ramazanit, sulmi cilin makineria vrastare serbe e ka kry mendja e tyre, të mendu ata se kena me i zonë gafir, edhe kena me e kry punën me ta njerë për gjithmonë, mirë po ata kanë qenë njerë që në atë kohë nuk kanë flenë. Por shumë arsye nuk kanë flenë. Jo prej arsyeve se ka qenë kohë Syfyrit, muj Ramazan. Edhe arsye tjetër se ka qenë se ata i konë shumë të vëmendshëm për hasmin e pabes që e kanë, edhe i kanë nejtë gati, i kanë nejtë në pritë. Atë ditë të 22 janarit, unë personalisht e kom taku Adem Jasharin e madh. Edhe kemi po muhabet përveç tjerash edhe punën e Ramazanit. Tha, po më thojnë do shok, po mos e nëgjinat që ditë sot se dhe ashtu keni pas probleme, ndoshta s'keni mujtë me po syfër mire, kështu me radhë, realisht juve po ju ngritën gradat, ndoshta ata dikush s'ka ditë me i thonë Zoti ka më ngrit gradat, po megjithatë, bëna me hieshu pak, kështu që s'ki nevojë me ngjinu. Edhe po më thot ai mu, rahmetullahi alejh, Allahu qoftë i kënaqur edhe pas të mëshiru me te, po thot, ju thash shokëve të mi, po mu Zoti s'm ka faj që m'ka lyp në qafë shkije. Unë me Zotin po du me kom mirë, dhe me ata jem në hasmëri. Ma boni Allah të nërru vlazën, po e zbulej edhe një gja
E kom përmendur dhe më herët edhe pse rroll bëj muhabetet këtilla, po për hatër të dashnisë të madhe që e kanë për Hoxhën Fatmir. Po e përmendë edhe një gjatë tjetër se gjitha ashtu është interesante edhe e kam në transmitim drejt për drejt, do me thonë mes meje dhe Adem Jasharit së është kërkosh e kam një qëta vesh për i gojës tina. Mas 22 janar. I pa ta thonë njëherë, vendi ku e keni ju shpit, nuk është vendi përshtatshëm për me luftu. Tha e di. Atëherë, me zgjellë një pozicion tjetër, po tha na nuk kemi ku me shku për të shtëpiave tona. Po mirë, thash, familjar, gra, fëmijë, me i pas largu prej shtëpisë, ndoshta i shkon ma mirë. Ma ka thonë një fjallë në Rullazën që atëherë më ka bon me u mahnit. E sot e kuptoj pse ai njeri për zvdekti është lezendar. Më tha, neve baba jonë nga ka mësu, i madh edhe i vogël, gra e fëmijë tonë me vdekë për që të vend. Edhe me këto po du me thonë dhe Rullazën se Adem Jashari, legendari, Allah e më shiroft, e ka pas një babë, i cili ka ditë me eduku atë edhe vllaznit e tij, edhe e vlat tjerë, edhe një pambesa e familjar me eduku në këtë frymë. Edhe për këtë arsye nuk janë hamen i madhe i vogël me edhon jetën për këtë vend, për hir të Allah. Ai burr, baba i Adem Jasharit, ka qenë njeri intelektual edhe në kuptimin fetar. Po kur është njeri intelektual fetar, nuk ka nevojë me i shtu kësaj diçka tjetër se detyrimisht ka me qenë intelektual në çdo fushë. Ka qenë njeri që në kohën e vet ka bë arsim solid për fe, e pastaj ka bë arsim solid edhe për arsimin e përgjithshëm se ka qenë edhe mësues. Një njeri i këtill dim me frymëzu të ndërrullazën edhe dim me eduku, tash mu po vjen keq shumë me e thonë këtu, po Mulla Fatmiri, baba i Adem Jasharit të vogël, edhe ai baba i madh i Adem Jasharit të madh, Shaban Jashari, Allah i mëshirojë, sigurisht e kanë të përbashkëtën se edhe vetë e kanë tregu gatishmërinë me u sakrifiku, edhe me dhonë krejt çka kanë, edhe atë më të shtrejtën për të mirën e përgjithshme, po njëkohësisht kanë ditë me përçu mesazhin edhe të pasardhësit. Unë e shpresoj që Allah i madhruar ka me i dhonë jetë edhe ymër të gatë Mulla Fatmirit. Jam shumë i bindur që ky ka me rrugat. Allahu e din sa kemi ymër, po unë e shpresoj që ky ka me rrugat. A e dini pse vëllai? Doktor po kesha, e di pse mendoj kështu. Se ky krejt çaj ka e qenë. Ky nuk marr kurrë. Kjo të nxirë me mua. Doja jam pa i ka zvusnika të mbarë. A i doja ka drejtë që tash ka tonë e kemë doj. Tonë këtë dojmë doj, i ka do zvusnika, po Mulla Fatmiri i ka ma të mëj se këta që përna për i zhurën. Edhe zemër vëlloj e ka të modhur e shpesh i thonë ta oksha zemër se mu i ha ditë ngina dhe apet jetë. Nuk po du me zgjatë ma shumë se po mendoj që edhe ashtu kjo ne u zgjatë edhe me një fjallë, po mendoj që tonë po e një vetën jashtëzakonisht krasur edhe mirë edhe komat. Po një fëmijë i cili jetën e ka fillimin qështu, se vetë me u tubu njerëz prej gjitha viseve, hoxhallar, haxhiler, musliman, vllazni, dashamir, ish luftëtar e komandanta e tash aktivista të gjitha profileve. Krejt kanë ardhur për shkak të dashamirësisë që kanë ndaj Mulla Fatmirit, po mbi të gjitha edhe për shkak se Adem Jashari, i madh apo i vogël, meriton respekt. Mulla Fatmiri ka bërë një gjest të madh se e ka kthy një jetë, e ka rifresku simbolikën e legjendës Adem Jashari. Për shkak se fatkeqësisht
as në libra, s'pakun që ato që ka i mësojmë zyrtarisht në për shkolla, nuk po flitet për te. Ka fillu edhe 5 marsi me uzbek, to njëmi të shpital. Pse? Për arsye se njerës si Adem Jashari dikur janë zojnë ullën. Njerës e idealit, e përmendim Ulla Bekiri, ullëkryqin, kur ka njeri me zgjedh të mirën e përgjithshme, apo individuale, kauzën apo karjerën, unë e po thonë që njeriu i madh vije në ullëkryqin nga njerë me zgjedh me jetu apo me vdek. E kur e din se me vdek vetë, në gjallët një popull, edhe ja shaharin një popull, a i nuk e zgjedh me jetu, po e zgjedh me vdek. Qashtu qysh i ka edukua i pari që i madhe i vogël me vdek për këtë vend. Neve, po thonë, inshallah në shqiptar, bile edhe për një shekull, inshallah më rezat, po lutem, i kemi kry luftat. Po luftat tona, e kom fjallin për luftat e armatosuna gjithsesi. Luftat tona për mirëqenje edhe për përmirësim, edhe për avancim, edhe për zhvillim, s'nalën po. E kështu që, kjo është ajo që Mulla Fatmiri besoj që ka me e përcjell të evlat të vetë, të vlazën të vetë, ka me e përcjell të gjemati i vetë, përcjell në vazhdimësi, besa dhe të shok të vetë, edhe të ata që ka me erë, jo thatë, unë i vogël, jo të mëlaj, po në gjithë atë kjo e përcjell mirë, se kjo ta jep këshillës, nuk kesh edhe nuk flenë ku i vënu, ti të mendu që kjo për një me po jetë i vogël, po aji i cili të mësën për mirë, edhe aji i cili angazhohet për punë të mara, aji nuk është i vogël, aji është i madh. Inshallah te Allahu jemi të mirë. Zoti ju shpërbleft edhe një herë për bereqetin, inshallah Allah sot dhe veç për këmbime të harit, të përgëzime. Unë s'pomoj pa i falenderoj dhe këta vllazërit që kanë ardhur shokët e Mulla Feridit se na kënaqën me këto këngë që po na i kënojnë. E realisht këto janë ai kontributi që ja kemi borxh historisë, qoftë edhe nëpërmjet këngës, mos me lon me kalun të ajes. Zoti ashtu të bereqet. Allah shpërbleft o Mulla Krem, falënderit për këto përkujtime të bukura të mira shumë. Se njerëzit ka dhënë herë disa gjona po i lënë mas shpinës, se mas e kur po i lënë mas shpinës edhe po harron. Atëherë pra nuk na vetëm ne do gjuhëm mas këtij fjalimi të bukur të mirë, përveç se me ndëgju diçka që është nga më e mirë se kjo, e padyshim se ma Allahut të mira se Mulla Kremi të krejtë neve shkaj folëm, janë fjalë të Allahut.